Një tërmet me magnitudë 3,0 goditi pranë Bashkisë së Tiranës. Qarku i Tiranës. Shqipëria Qendrore. Shqipëri sot më 06 prill 2026 në orën 11:56 me orën lokale. Ose më 06 prill 2026 në orën 09:42 UTC. Siç është raportuar nga MSC në faqen e saj të internetit. Tërmeti është vendosur në një thellësi shumë të cekët prej 9,0 nën sipërfaqe. Në koordinatat gjërësi gjeografike 41,3 dhe gjatësi 19,69. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Qytetet ose qytetet pranë epicendrës përfshijnë Tiranën. Qarku i Tiranës. Shqipëria Qendrore, që ndodhet 11 ose rreth 6,83 milje nga epicendra. Farkë. Qarku i Tiranës. Shqipëria Qendrore, që ndodhet 15 ose rreth 9,32 milje larg. Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Parashikimi i motit për zonën afër epicendrës së tërmetit sot pritet të jetë i kthjellët gjatë gjithë ditës. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh te vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.